personazhi në vazhdim, jam e sigurt se do ju pëlqej shumë, nuk ka qenë shumë të pjesë në Zoom e pjesë e intervistave pikante me pyetje interesante. Ajo do sfidohet pas pak e unë nuk dua të zbuloj asgjë sepse do shijojmë ekskluzivitetin së bashku. Organizimet e tilla janë shpesh pjesë e sheshit kryesor të kryeqytetit. 11 qershor shënuar data shlirimit të Prishtinës, ku i pari kësaj komune dha një fjalim para të praneshmëve. Tek njerëz të cilët na kanë ndihmuar që sot të jemi të lirë, që Prishtina, Kosova të jetë lirë e ne ta festojmë këtë festival e shumë festivale tjera në liri. Ai e mori edhe një mirënjohje. Për veteranët, familjet e dëshmorëve, gjithandej komunës Prishtinës, me sheh mirënjohje dhe respekti një faleminderim veçantë. Faleminderit shumë. Veteranët e UÇK-s për kryetarin e kryeqytetit për Karim Rama. Ishin mbledhur shumë veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për të kujtuar me nostalgji vitet e luftës dhe kontributin që gjithë secili prej këtyre heronjëve ka ndikuar që ne sot ta gëzojmë këtë liri që e keme. E njëri prej organizatorëve është dhe zëdhënësi i motoklubit të veteranëve të UÇK-s, Agron Kajtazi, i cili për emisionin Zoom i tha disa fjalë. Shëndetje, unë jam Agron Kajtazi, zëdhënësi i motoklubit veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Po sot e organizojmë këtë event në ndërim të ditës lirimit komunës Prishtinës, gjithmonë duke i kujtuar dhe nderu gjithë ata që dhanë gjithçka për këtë ditë që ta festojmë, do të gëzohemi së bashku. Pra sot është 11 qershori dhe është 26 vjetori i ditës lirimit Prishtinës. Kemi pas aktivitete që nga mëngjesi në ndërim të luftës heroike të ushtrisë çlirimtare, tek varrezat e dëshmorëve në Lani. Ai më tutje thot se nuk ka qenë asnjëherë e vështirë me i mbledh gjithë këta miqë dashamir për ta shënuar këtë përvjetor kaq të rëndësishëm. Është vështirë asnjëherë me u bë bashkë, mjafton qëllimi i mirë, mjafton dëshira, mjafton me pas vullnet, edhe gjithçka arrihet, edhe ka sukses, ashtu siç po shihen gjithë qytetarë, motoklube të ndryshme, qindra motora të ardhur edhe nga klube tjera që i bashkangjiten festes tonë, edhe kështu do të përfundojmë deri në orët e vona, lutem që mos kemi asnjë të loshe. E për fund, ai e ka një thirrje. Jemi më së ardhur në festë, gëzuar ditën e çlirimit lavditë dëshmorëve. Kjo ditë shënon hyrjen e forcave të NATO-s dhe UÇK-s në kryeqytetin e Kosovës në vitin 99, pas përfundimit të fushatës ajrore të NATO-s kundër forcave serbe. Më 12 qershor të vitit 1999, pas 78 ditë bombardimesh nga NATO, forcat serbe filluan të tërhiqeshin nga Kosova. Pastaj, trupat paqëruajtëse të KFOR-it kanë hyrë në Prishtinë. Kjo ditë konsiderohet si simboli i çlirimit të qytetit dhe fillimit të një epoke të re për Kosovën drejt pavarësisë dhe paqes. Në këtë ditë, në Kosovë zakonisht mbahen ceremoni përkujtimore dhe aktivitete për nder të dëshmorëve dhe të gjithë atyre që kontribuan në çlirimin e vendit. Në vazhdim, e keni nisjen e të gjithë këtyre motociklistëve ku sigurisht që zemrën na e kanë bo mal, vetëm duke i parë krejt këto dedikime për Kosovën tonë të dashur. UÇK, zemre shqiptaris, sot ka ardita, sot t'i dalin këto. Motoklubi është themeluar nga veteran të UÇK-s, që kanë pasion për motocikleta dhe dëshirë për të ruajtur lidhjet me bashkëluftëtarët dhe komunitetin. Në Zoom ju sjell pamje ekskluzive të këtij evenimenti me një rëndësi kaq unike, ku edhe njëherë i kujtojmë e madje jemi krenar për të gjithë ata që u flejuan për lirinë që ne e gëzojmë sot. Lavdi!